ardhur në spektaklin tonë, në spektaklin tuaj. Jemi këtu në Odon, në sheshin e fjalës e mire, këngës së bukur. Për çdo javë vinë personazhe anë botës. Kemi fatin e mire të rrallë sonte ta kemi një personazh të veçantë që në kurrizin e saj mbart një piramidë krijimtarie shumë e shumë vjeçare. Një yll i madh me një krijimtari fantastike, e të rrallë, vjen për të na kënduar e për të na rrëfyer një pistë, një rrugë, një përvojë jetësore që sigurisht do të na vlej dhe njëkohësisht do ta shijojmë edhe këngën. Zonë e zotëri për ju, për të gjithë, e madhja Ganimete Jashanica. Pas ka rritur nana, djali shtat bajrake, nusin që ka zgjedhur, e ndu më duvake. Pas ka rritur nana, djali shtat bajrake, nusin që ka zgjedhur, e ndu më duvake. Hopa, 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 Nusja shumë e bukur, veç për djalin tone. Hopa, 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 në vale dorë për dore. Nusja shumë e bukur, veç për djalin tone. Ganimete Jashanica, mirë u gjitha, faleminderit për ftesën. Mrekulli që të kam mysafire, ku motis ke qenë, a? Motis kom qenë, ka një 3 vite. Po do më thonë, vitet po ikin shpejt, e na po mendojmë, jo mërë kam qenë. Me gjitha të, kënga jote ka qenë prezente, kështu. Pa tjetër, po. Të kemi dëgju, të kemi për cjellë dhe bukur shumë. Gjithmonë kur na ke ardhur me gjërat bukura, me sihariqe të mira, sonte në realitet bile me sihariqin më të mirë. Ky vit është viti juaj. Po. 40 vjet karrierë, 40 vjet karrierë. Edhe një manifestim jashtëzakonshëm bukur i shënuar, sakte, mire, port akademike. Çfarë djen kur e dëgjon fjalën 40 vjet karrierë brenda vetës? Për me u ndërlidh me këtë 40 vjetorin, vitin e kalum, Zoti ma shpëtoi jetën. Dhe më tha nga dalë ti se ke kohë ende edhe ke gjëra për të dhënë. Edhe sikur ajo
ai shpëtim jetës sime, se unë rash në shok, më mbushi pak mend. Edhe i thash Naim Krasniqit, si vjet nuk po du me ardhë për vitin e ri, se vitin e ardhshëm, do me thonë, kur festoj viti ri, viti 2025. Thash, vitin e ardhshëm, në këtë vit, thash, do të mendoj me punu diçka veç për vete. Se pak si kur e kom qitë në harres, vetën. Tha, mirë, do të punojmë, tha, po ti pa qenë në program të vitit të ri, sepse ne bashkëpunojmë që 33 vjetër nuk banë me mësme qenë. Do më thonë, veç 7 vjetë karierë pa Naimin, pasë. Veç 7 vjetë, po. Edhe, me njëherë në janar kemi startu me mendu edhe me punu deri në shtator, do me thonë 8 muj dit punë plota, më besa si që ishte mrekulli që unë u riktheva në jetë, ashtu e kam di vetën një mrekulli dhe i falemderohem Zotit që ma dha këtë mundësi që për adhurus të këngëve të mia që me shkrujnë shumë shpesh edhe më thojnë pse si je aktive si kur kureshe. Do me thonë për mu ka qenë një mrekulli edhe prapë po them i falenderohem Zotit për këtë mundësi që ma dha. Ati i kofshim fale, çdo mëngjes kur zgjohem i falenderohem, ja? E nisim edhe një ditë të re. Po. Përjetim i rënd, i vështirë, sigurisht e ke thënë në emisionet të tjera. Edhe unë e kom pas dikur një rast të vështirë, që kam përballu dhe e di se që do të thotë sa i shtohet rëndësia kësa jetë, kësa i bukurie, kështu në... Pse rënë shok, qa u bo? Ismetit nervozojnë i sena, qa u bo? Jo, mërë, isha pak pa qef. Ismeti jurë si gjithherë, thuj që farë Ismeti, mirë bon? Jo. Edhe shkova me marrë një infuzion. Shok anafilaktik, ha? Po, do me thonë, kisha pas qenë... Alergjike. Alergjike në penicillin. Ose je bo gjatë rrugës, gjatë jetës, se bësh dë njerë. Po. Bësh. Edhe? Edhe shpëtova, s'po du me ju rikëthyja asaj temës, se po e shijaj këtë 20 vjetorin e karjere. Vërtet, dhe ta shijoj. Ka qenë gjari, vërtet dodhi këtë vit, unë kam qenë prezent, u shenua shumë bukur, edhe shumë akademike. Po, që thuan, një vit punë, një vit pregaditje. Krejt kjo u bënë në patronatin tuaj, familjes fillimisht, në bashkëpunim me artistin e madhë, Naim Krasniqi, që i falenderohem për mon e jetë, sepse sa unë i kom nejt për krah ati, aq edhe aj më kanë ndajt muë për krah, se sikur aj ma ka gjetë atë elementin, thelbin, që unë gjdoher me këngë të Naimit me shëndrit, qysh po shëndres, nashta s'po e lavdoj vetën. Jo, të lutëm. Kjo është përduar të gjithë se po të dëgjoja, kur flisje për këtë gjë, nga se Naimi përveç që është një artist i madh, një kompozitor i madh, edhe këngëtar i madh, edhe s'ka hezitu asë një herë që këngë të bukura, si kur robat që ja qep njëriut, t'ja u qep këngëtarve dhe artistve, ashtu si u shkojnë. Duke mos thonë fundit, jo më penali për veti këto, pëse mi adhonë këti, pa tjetër. Tek ju ma ka pas një kujdes tepër të veçantë. Naimin, me që se kemi sonë të këtu, mujna veç me përqafu dhe me duar trokit për i s'kemi sonë. Nëse e rekapitulojnë, baka shumë 20 vjetorin, 40 vjetorin tënë të krimtaris, të punës, të karierës, qëfar pati? A bone në i farë bilancimi, sa këngë ke kënduar, sa tekste, sa shmime, sa festivale? Kure kemi fillu biseden më spari, do me thonë ka qenë 2-3 dit në bas vitit 3 të vitit 2025, kemi pas problem cilën këngë me lanë e cilën me zgjedh me knu për atë natë. Se ishte konceptu dikunja 2 orë me zgjata, jo? Po, edhe do me thonë qaq këngë të bukra kanë metë, më tha hajtë se
në 50 vjetorin e karriere. Të gjë një balans, shumë qmime, bashkë me negjin, që kum pas për krah rrugtimit tim 20 vjeqar, edhe shumë interesant kur aj nuk ka dash për vete, po gjdoher mu më ka shty për para. Gjdoher o gëzu për sukseset e mija, shumë më tepër se për vetë vetën. Ke qenë privilegjuar të drejtim. Pa tjetër, Dy shtyllat forta. Dy shtyllat forta. Edhe një lisi madhë afër tyre se ajo është, do t'ja themi emnin më vonë, të kanë qëndru prapa, ana, shpara, do më thonë janë kujdes, ke qenë privilegjuar të drejtim, ke qenë me fatë. Po. Sigurisht për qëta dhe Zoti ka thonë, jo, veç po të frigoj pak e këtheu në këtë, se ki me kanë jeton, ki me kanë vazhdojnë. Mere vetën me të mirë. Mere vetën me të mirë. Po, pikisht më sollët e kjo. Se është e vërtet janë shumë këngë. T'inglonë si stereotipi me të pytë sa këngë janë bo, po janë shumë. Janë shumë. Në karierën të ande. Mbi 200 janë. Mbi 200. Do më thonë, strikt si numër, prapë së mund është me imbledhë me thonë, që ka që i pas kam. Edhe pa tjetër do të përpiqe me Naimi që në mos asgja bilezani jem dikun në YouTube ose me marë këngëtar të ri këngë me këndu vlera të mirë felta. Ti kanë marë dhe me të thonë të drejten e patëm pregaditë dhe ne, doja ta këndojmë bashkë, po të preste Shadërvani, po si arritëm, me gjitha të gjë shumë e bukur, po që e ka marrë Yllimani një pjesën. Po, pa tjetër. Ashtë bukur, këngë për karierë kur i marrin artistët, se tasha i vlen për një artist gigant. Sidomos dhe vitet e fundit, është e pa mundun që s'paku 2-3 këngë, mos me i ripërpunu Naimi dhe mja u dhënë këngëtarve të ri me i këndu. A din që është ndihem në sa mirë, sa shumë gëzohem që këngëtarët e ri po i marin këngët e mirë filta, edhe po i këndojnë, edhe po i interpretojnë shumë bukur. Bile shumë shpesh po ju thamë, ju këngëtarët e ri po na rrehni shuplak neve, pse vre po i kënani këngë shumë bukur. Kanë këngë që kanë shumë vite. E kanë bjetu. Po. E po, me që e përmenë në egjën, më këtheve, me gjithatë të fillimet tua, kusht ka shtyrë ose të kam shtetë më shumë në fillimet tua, kështu? Se tash flasim për 20 vjetë karierë. Motra ime e dytë me radhë, ajo merte pjesë në përditë shkollës, këndante, kur i ndihmonte nanës rreth punëve të shtëpisë, i këndante këngët e Liri Rashës. A, Liri Rashës. Po. Edhe unë e ndëgjoja, po kur e kam pas një talent që nëse një herë veç e kom dëgju tekstin, që tash s'po ndodha ashtu, po i harroj pak. Janë mush fajlat pak. Po, nëse një herë e kom dëgju tekstin, unë e kom mësu me një herë tekstin. Edhe kur u largoj ke motra, unë e thësha po di me knu si kur ajo. Edhe knojsha këngë. Sepse Negji në ato periuda ka qenë shumë aktiv, ka qenë në shoshrinë Rilindja, edhe shumë pak i ka ra me najtë në shtëpi. Po ma vonë, kur unë e fillova me u rrit pak, Negji e rrinte në shtëpi, edhe u bëjshim grup, edhe këndojshim këngë të marrura nga Shqipëria nanë, që edhe sot i dua ato këngë. Edhe vllau jemi dytë, a i ka qenë të njetën është marrë me sport, por me një zë basë, tekstet e këngëve të gjitha i dinte bile ma mirë se ne. Gati një farloj polifonie ju në shtëpi. Edhe nga një herë i thoj shumë, mos janis shumë mollë se po na e prish. Motër. Kujdese mu më kanë tira i dardushi me knu. Dhe me thonë për shroja ka qenë, sidomos e babës tim. Babës. Baba ka qenë një jurist, një njeri intelektual, i shkolluar, që e kom pas për krajen më të madhe prej ti, mandoj normal prej familjes. Do më thane mori me shumë qef, me shumë dashuri babaj që po. Me shumë dashuri, edhe ka vdek edhe ka shku, po fatkeqësia e ime është që një amanet ma la dhe që ato si akum kry, po besoj që Zoti ma dha shansën që kom ja kry dhe ata amanet. Po nana qa thoshte kur fillove me këndu? Nana ka qenë shumë i ka dash djemët. Si zakonisht, vajza e babit, djemët e nanës. Unë e me Negji i kam dikon afer ma shumë se 12 duete.
Edhe kur ja shqoj shumë këngën që e ndëgjoj kjo ndëgjoj, mire dhe ti. A mire dhe ti, Mire dhe ti, negji shumë bukur po kënan. Nuk kam qa me të bo, mos u idhna se negji po këna ma bukur se ti. Ganimete, cila ka qenë kënga juaj e parë që ju boni të dukshme, ose që ndjeve vetën këngëtare e vërtet? Kënga e parë që e kam incizu, ka qenë E ke kënga incizu në Radio Prishtinë? në Radio Prishtinën atëhershme, ka qenë kënga e mirje, moj qik tropoje. Po unë e kum pas këthy se na do fke me i cenzuru pak, po qik Kosove. Edhe aty ishte një u përmend ke fjala Shqipon. Edhe kur u përmend ke fjala Shqipon, krejt publikun kam. Publikun kam. Me qatë këngë e kam pas fillimin, mas ne i shot Galice e shumë këngë të tjera Ganimet Tërbeshin, mos të harroj se kam këndu, po se cila këngë e ka veçantine vetë që më rikëthen edhe me kujton diçka. Po ishte kjo që, në realitet, u bërë e dukshme me Po, sepse këndova dhe në Kosovarja këndon, kështu që... Ka qenë kohëra tjera pak, ha? Si ishte të ishe këngëtar edhe femër në atë periudhë? Kanë qenë kohëra shumë të bukura, të mira, po dhe me të vështira, se Edhe të tash. vështira. Më të vështira kanë qenë se ka qenë shumë ma vështirë me mbri, me bo amër. Me incizu në Radio Prishtinë. Do me thonë, sa filtrat jënë ba, është dasht me qenë këngëtare, pikspare, dhe mentaliteti pak. Edhe mentaliteti. Po ne i kemi pas... Ajo tabuja. Po ti ke shku me vllaun, mirë ka qenë. Edhe ka qenë, na kanë hapë rrugën fatmirësisht këngëtaret më të vjetra se ne, edhe mandej ne pak e kemi pas ma letë, veç pak. Ishte Kosovarja këndon ajo që në realitet ishte një trampolin e mirë për këngëtare në atë periudhë. Po kënga që të ka shënu më shumë të në publik, shtu. Në tërë karierën, që ta kërkojnë më shumë, që është dje më shumë, që është... Kënga 2 vjetë, që dhe sot e kësaj 2 vjetë në ty më ndoj, që 2 vjetë pas te e shkoj. Kënga 2 vjetë që më identifikon, por më ndej vinë këngët Angjelush, këngët Dashurie Fshehur, unë e negji që u shpërblym, kënga Frymojer, po kam shumë këngë të cilat më identifikojnë edhe më varet kush si e sheh edhe kush cilën këngë e donë ma shumë. Po kam shumë tituj. Edhe janë shumë tituj, nuk mund të thësh vetëm kjo duar trokitet veç në... Sa ka qenë e vështirë Gane me rujt stilin tanë, për shkak të ndërimit të kohrave dhe për shkak të edhe zhanreve të ndryshme që prominojnë me kohën, ndryshojnë, se je mbrojt shumë sukses shumë për kësaj. Jam përpjek që me i ru vlerat e mirëfeltat këngës shqipe. Edhe me ju lën një bagazh, si kuron që e kom këthy një kaset për shamull të Fitnet e Regjes me mja kuptu tekstin, edhe me këndu, edhe me shiju, që edhe generatat të reja t'i marin këngët e mija dhe t'i ripërpunojnë. Thjesht, jam përpjek me lanë një trashëgimi të bukur, edhe për mu kur s'ka qenë e rëndësishme parja, kur s'ka qenë, adikur ka qenë e rëndësishme që unë me majtë familjen vetëm para luftës, kur unë edhe bashkëshorti em kemi qenë... Të pa punë. Të pa punë. Ishte kënga ajo që në mbante. Ishte kënga ajo që në mbante. Mos me lëna të dhejune me... Edhe, po une kur nalna me analizu, para luftës, është bërë arto njeri, pa institucionet tona, është bërë artë sepse edhe me këngë Shqip është valzu, edhe me këngë Shqip kanë ditë me shiju dasmën e vitin e ria hengun edhe të gjitha, unë po mendoj që fajo është e ne, sepse qka pju plasojmë ne publikut, ata po e marrin si për të mirë qenë. Ushqim shpirtëror, pa astaj se e përzim ka pak, edhe nështu të kjo, se prap valzohet me ato këngëtuajat bukura të gjithve, kështu këngëtarve të mirë filt. Po të kjo rujtja edhe stilit, edhe artistikës, edhe e traditës, edhe
e ke punu vetë, po edhe me ekip, ha? Pa tjetër. Si, me kanë e ke diskutu mas shumë të gjatë këtyre viteve të krimtarisë së bujshme, se edhe 90-99, edhe për mbietes, po edhe për koncertet bukura, për paraqitjet bukura, është punu shumë edhe keni punu shumë, pa fundësisht. Në krejt të vite, cili ishte ekipi që i diskutonit edhe që... Për shembull, kur kemi shku te Naim Krasniqi, Negje dhe Ismeti i kanë thonë Naimit që na dojmë këngë shqip. Edhe ai ka thonë, unë s'di tjera me punu. Një periudhë gjatë as më ka qenë e diskutueshme që do të mu këndu këngë të tjera. Më kujtohet një vit kur pak dashta me bo një këngë ma komerciale, edhe djali më tha, urit, u martu, krije familjen, o i ma më tha, a bën me të pyet diçka? Thash po. Tha, a i fiton milionat me qitë këngë? Thash jo. Të lutem, tha, mam, rikthej këtë këngë, më se këndo se se këndove fare, a? Se këndova fare. Se kisha një pyetje pikrisht të kësaj natyre. A ka ndonjë këngë që se nuk ke e këndova fare këngën. Edhe që s'do ta këndoje. Edhe do me thonë në bashkëpunim me djalin, ma më tha, ti si hik ty në ujrave të ndotur. Po, tha, mi pas fitu 1 milion, kisha thonë, kënove e dy durt, por... Ashtë e Barcoleta, tha, për 1 milion. Po, e kështu që... Ke qene kujdesshme në? Kam qene kujdesshme në drejtim, po edhe nuk e kum pas për krajin as të familjes, as të rrethit, sepse kam mjaftu një koment i njerëzve edhe një ndalje, një përqafje njerëzve në rrugë edhe një koment në përrjetit sociale, më mbajt që pjavlejka me i rrugë këto vlera. Edhe mos me hezitu për atë për cilën ishe përcaktu. Po temat, si keni zgjedh? E keni zgjedh sikur në këtë periudhë është e nevojshme një këngë gërbeti, apo një këngë pak më e bukur sociale, dashurisë, apo tekstet? Tekstet, për shembull, më ka bo shumë tekste Hivzi Krasniqi, Naim Krasniqi, Muhamet Krasniqi, krejt me Krasniqi. Po kam edhe njerëz tjerë... E vetë Mehmeti, Viz Jashanica. Po. A me këta krasnistë ke punu shumë, do më thonë. E me këtë duhet rëkiti, absolutisht, i falenderojmë ata mbi të gjitha Hivzi Krasniqin, që sështë më ajtë giganti malë që na mungon aqë shumë. E që pej skenes për homazh veç duhet rëkiti. Ska do të në këndoje në vazhdim, sepse sa i përket 20 vjetorit, e prekëm pak, është e bukur që është transmitu në Radio Televizionin 21, është shënu shumë bukur, gjitha ato këngë, gjitha ta bashkëpunëtor, që i pam aty dhe njeriu vetën e sheh edhe kur vërtet ofrohen edhe bashkëpunëtor, të duket sikur po ecë në përshkronja të krimtarisë tënde dhe regjia na ka dhënë her pas here momente të bukura nga 20 vjetorit dhe çfarë do më na këtu në vazhdim? Një këngë nga këto më të rejat. Do ta këndoj një këngë të Gurbetit, cilën ma ka shkru tekstin edhe një gurbet qarë që edhe ai vetë jeton në Gjermani edhe ishte dikur antar i shoqërisë kulturore artistike Rami Sadiku të Prishtinës së atëhershme,Ganishala, edhe kam vëndër, edhe ka qenë këngëtar poshtë, edhe një tekst shkruar shumë i mirë, që ja kushtoj enkas djalit tim, po shumë njerëz do ta gjejnë veten në atë këngë.Ganishala. Nuk kon veç Rami Sadiku, të kon edhe i Bajram Currit. Miku im, nga më të mirë në jetë, që prej këtu e falenderojmë e përqafojmë e dorë trokasim, se s'kemi të farë. Një familje plus intelektuale, vajti muja profesorinë. Po, pikrisht, më ka bo përshtypje kur po dëgjoja atë ditë, se kishte shumë emociona ajo këngë edhe ndërlidhja, që një ditë, ajo që i kishte këndu Gurbetit për shumë vite, e përjeton të Gurbetin e djalit, ishte një emocion shumë i veçantë. E ndjeje kështu? Ashtu e ndjeja, po.
kemi dash djalit mja bo befasi në periudhë shumë gjatë, më zgabosha 2-3 ditë para 20 vjetorit, e ka kuptu që është një këngë e Gurbetit edhe që i kushtohet ati. Po unë për shembull ma herët, kur nuk e kisha djalin në Gurbet, edhe kur këndoja në për koncerte jashtë vendit, edhe i shisha njerëz nëse edhe nuk ka qenë kënga e Gurbetit, po ka qenë një këngë që ata e kanë adhuru nështa në rini, nështa në fëmini, kur qanin nuk i kuptoja. Pse po qajnë? Pse po ndihen kështu? Me shkumin e djalit në Gurbet, unë i kuptoja ata njerëz që po dika njeriu me kajtë dhe me këngë. Sigurisht. Edhe unë i kum këndu edhe ma heret Gurbetit, i kum këndu edhe gjuhës tonë, që kur të shkoj në Gurbet, s'paku gjuhën tonë, të arrujnë bile edhe ajo këngë, kudo që ka pas shkolla Shqipe, klasë Shqipe, është këndu ajo këngë me shumë dashuri edhe shumë sos, edhe njerëz që kam punu në Gurbet, më kanë falenderu për atë këngë, që edhe po e mësojnë gjuhën duke këndu, edhe po ja uqesin dërmen që do të edhe këngë, edhe shkollë, edhe... E mira është që djali është këthy tani, se muj me marrë me menja 16 vjetë. A qa ishit me Ismetin gjithmonë kur nisën e andej? Sidomos kur është nisë ajo dita... Hera parë. Ajo dita kur ka shku, do me thonë, ka qenë... Mu doke që kur po keshin e po folin të tjertë, thësha këta se kanë halin temë, se kanë mërzin temë. A din këta sa po mërzit mu? Ani, a i përdor shi syzat kure që ishin në aeroport? Jo, valla si përdor shaheq. A, jo, a? Jo. E, mirë shumë. U përpjek shumë pak muruj deri sa ta u largojshin, po a i lotit në të rathonte gjithë. Vërtet? Gjithë në të rathonte. Edhe Ismetin se mbahat i qetë, burë kështu e të rathonte. I besa edhe Ismetin e të rathonte shumë po. Po talem s'kena, na këndosh këngën e Gurbetit, dhe tashi pak ma shlirë bashkë ndjejmë të gjithë, por përsëri ishte një plagë se cilës e quditshme i është kënduar, i është duar trokitur dhe shpesh edhe është vallëzuar me të. E quditshme, ha? Po. Ganimete, s'kena për ty këngën e Gurbetit dhe kthehemi e flasim pra. Kush ma mori drejtën, kush ma mbushi zemrën vner, a Gurbet ti kopsh mallkue, zhatë vembje sjelle për he. Në u bosh ma fort se guri, vjen një dit zemra për lecet, djalin rita bash si molla, në Gurbet tani është tret. Kush ma mori dritën, kush ma mbushi zemrën vner, a Gurbet ti kopsh mallkue, lotë dhembje sjelle për her. Zemra qanë sa larg shkove, veç në